për çfarë do të flasim, duket se i është kthyer në një fiksim me Sila Dodës fati i heqjes medaljeve dhe dekoratave të ish bashkëpunëtorëve të regjimit komunist. Fiksim apo qëndrim në politikë, kjo pak rëndësi ka. E rëndësishme është që ajo ka vënë një ultimatum të tipit Doda. Kjo gjë duhet bëhet brenda datës 5 nëntor. Kohë kur në Vatikan do të bëhet bekimi i martirëve të fesë. Zonja Doda është sot me mua për të bërë avokaturën e qëndrimit saj më të fundit, për të treguar nëse është fiksim apo qëndrim politik. Mirëmbrëma, mirë se bashkuar me Silin. Mirëmbrëma, po... Unë thash fiksim apo qëndrim politik, por në fakt çfarë është? Tani, për ta nisur që është në fillim mënyra se si e prezentuat, megjithëse ne kemi një bisedë shumë të vjetër dhe unë këtë e mirë kuptoj edhe gjithë tashmë tek e fundit kanë filluar që për të rritur audiencën bëjnë dhe gjëra më të mëdha se kaq, se sa kjo pjesa hokatare jona, kështu që le të themi që ishte thjesht një nisje simpatike. Jo, nuk ka lidhje as me pjesën e fiksimit, as me besoj me gjëra që kanë lidhje me të rreqja audienca apo gjëra tjera të tilla. Kjo sepse unë jam e bindur që janë kauza të cilat nuk sjellin rritje votash, po sjellin një moral në politikë, sjellin një parim. Dhe është një parim të cilit unë i kam qëndruar për gjatë gjithë kohës që kanë qenë e pranishme në politikë. Kjo sepse duke ardhur nga një brez që është brezi i dhjetorizëve atyre që sollën diçka të re në politikën shqiptare, besoj që e kemi edhe këtë detyrim, pra që të kemi mundësi që kauzat të cilat ne mbajmë duhet të çojmë përpara, pa marrë parasysh kushtet të cilat mund të jenë të favorshme, po të pafavorshme në disa raste. Duhet t'ju rikujtoj që qysh në momentin që gjykata kushtetuese hodhi poshtë ligjin aso kohë që ishte sjell nga Partia Demokratike, kemi kërkuar dhe kemi mbajtur në qendrim për të tentuar për të sjellë një ligj tjetër. Më pas sollu një ligj me shoqërinë civile, së bashku me zonjën Ballauri dhe me persona të tjerë të shoqërisë civile, por ligj i cili u dublua nga qeveria e Edi Ramës aso kohë dhe bashkë me Erion Velin, sepse u quajt si një ligj i cili ishte shumë i thellë, sepse kishte lidhje me lustracionin. Dhe u bë një ligj që kishte lidhje vetëm me hapjen e dosjeve. Edhe ky ligj që është miratuar, në fakt sot ka ngelur i pa vënë në jetë, sepse komisioni që do duhet që të hapte dosjet ende nuk është formuar. Çfarë ndodhi? Vitin e kaluar u gjendëm përpara një situate të tillë që ishin dekoruar në blok shumë persona që kishin marrë pjesë në luftë, po pa marrë parasysh aktivitetin e tyre të mëvonshëm dhe u gjetën që shumë prej njerëzve dhe ato ishin antarë të byros politike apo hetuesish prokuror, persona të cilët kanë qenë drejt për drejt të përfshirë në krimet në regjimin e kaluar, u gjetën të dekoruar dhe duat ju kujtoj aso kohe Samir Epishtin, i cili shkrojti një letër që për mua është një mesazh jashtëzakonshëm, cilit nuk mundet që neve përpara cilit neve mund të heshtim, dhe ku kërkoj që të paktën të ketë respekt për atë kohë, sepse ato vërtet që nuk i panë dot xhelatët e tyre të dënuar, po të paktën mos t'i çojnë dekoruar siç është ky rast, dhe rastet kanë emra, kanë emra. Në kujtesë të audiencës, ju bëjmë dije se ka qenë një investigim i gazetës shqiptare të datës 29 nëntor 2015, që zbuloi faktin se qeveria Rama kishte dekoruar me medalje dhe e të mirënjohjes funksionar të lartë Partisë Punës Shqipërisë, oficer, ish agent me motivacione për kontributin në luftën antifasishte. Dhe çfarë ka ndodhur? Në fund vitit 2015, pak ditë përpara se të mbyllesh sesioni parlamentar, ne bëm gati një iniciativë ligjore në të cilin kërkonim që të rishihen të gjitha medaljet për persona të cilët kanë patur një aktivitet të kundërlishëm, se këto janë persona që shumë herë kanë shkelur drejtat e njerëzit me aktivitetin e tyre që kanë pasur. Si gjithmonë, zoti Rama ka tendencën që të jetë autori i të gjitha këtyre iniciativave dhe depozitoi po ashtu një nismë paralele bashkë me zotin Balla. Por për ne kjo nuk do me thona nuk ka asgjë të keqen, fund fare ka një objekt që është i afërt dhe do duhet vetëm thjesht që të shikohen ku janë pilat e përbashkëta, mjafton që ta çojmë përpara si iniciativë. Por është një iniciativë e cila ka hasur pa rregullsi ku së pari në komisionin të cilit ju dha për shqyrtim, sepse ju dha Komisionit Sigurisë. Në të vërtetë nuk është thjesht Komisioni Sigurisë, sepse ka të bëjë me medaljet e titujt nderit, të cilët jepen nga presidenti, të cilët jepen nga titull lokal shumë herë. Pra nuk është thjesht çështje medaljeve të ushtarake, por është një situatë, është një sektor më i gjerë. Ndaj do duhej së pari Komisioni për shqyrtim do duhet ishte Komisioni Ligjeve, më pas kalonte në Komisionin e Çështjeve Sociale, komisioni i cili për
Komisionin e Mendimit dhe në Komisionin e Sigurisë, sepse janë dy komisionet të cilët janë marrë me këtë çështje. Qysh këtu u indiricua, u adresua keq? Çfarë ndodhi në momentin e parë që u fut në Komisionin e Sigurisë? Kemi gjithmonë një praktik kur janë dy ligje që vijnë me të njëjtin objekt të shqyrtohen bashkë, pra nisma Balla Rama dhe nisma Doda Idrisi do duhet që të shqyrtoheshin bashkë. Dhe kjo nuk u bë. U shqyrtuam vetë nisma Doda Idrisi dhe kryetari i komisionit, zoti Spartak Brau, tha do ta çojmë në Këshill të Legjislacionit sepse për mendimin tim ky është antikushtetues. Ndërkohë që pyesim zotin Noka dhe thotë unë nuk kam thënë kurrë që për një nismë të tillë që është antikushtetuese. Mos harrojmë që janë bllokuar seanca parlamentare nga të dyja partitë kryesore për akuza dhe kundër akuza, por ky nuk është qëndrim. Pra thjesht që të bëhet debat i egër në parlament, nuk zgjidh asgjë, do duhet të shkojmë drejt një rruge në cilën të kemi mundësi të zgjidhim diçka, të kemi mundësi të përmirësojmë diçka, qoftë në qëndrimin moral që ne mbajmë ndaj së kaluarës. Prandaj ne themi dhe rithemi që ju keni bërë jo vetëm një padrejtësi, por juve keni shkelur çdo procedurë parlamentare në mënyrë flagrante. I kam dërguar letrat kryetarit kuvendit, i kërkoj që të bëjë një hetim parlamentar për këtë çështje, të thrasë kryetarin dhe nënkryetarin e komisionit për këtë, sepse ka një situatë palishmërie brenda Komisionit Sigurisë në lidhje me këtë akt, por mbi të gjitha do duhet që të marrë një vendim. Ka një vit, nuk mund sorollaten dot një vit. Le të marrë një vendim parlamenti, në dash ta votojnë, dash mos ta votojnë, po të paktën të marrë një vendim përpara saj. Zoja Doda, në një intervistë të fundit dhe në Gazetën Shqiptare, ju thoni se duhet futet me urgjencë në seancë kjo kërkesë dhe po të duan edhe mund mos ta votojnë. Në çfarë kuptimi ka një paradoks? Sepse unë kam kaq vite në politikë, unë e kuptoj kur njerëzit hezitojnë. Dhe kush është çështja? Nuk mundet që përballë një situate të tillë paleshmërie, përballë një situate kaq të rëndë morale që është krijuar, ti të vazhdosh dhe ta tjerësh dhe ta futësh në situatat të tjera, në probleme procedurale, dhe të vazhdosh ta mbash pezull. Ti je i detyruar kur një deputet i vetëm sjellë një nismë, ti je detyruar që ta futesh në procedurë, ta kalosh nëpër komisionin dhe në seancë parlamentare. E pamundur që ta trajtosh në këtë mënyrë. Dhe unë i kërkoj asgjë tjetër përveç respektimit procedurave parlamentare. Nga ana tjetër, ka detyrimin ky parlament që të marrë një vendim. Është shumë e thjeshtë që ta trajtosh religionin dhe besimin sikur e kemi sport apo sikur e kemi makjazh, por nuk i thua dot që ti nxjerrësh martirët e kishës në bulevardin kryesor, të bësh atë gjë të madhe, gjë të jashtëzakonshme që ka ndodhur kur erdhi Papa Francesku, dhe ndërkohë ta dish që e ke xhelatin e tyre, njeriu që ka torturuar, ta kesh sot të dekoruar, dhe të mos marrësh asnjë mas. Okej, është bërë një gabim sepse nuk janë parë kriteret kur u bë ky dekorimi kolektiv. Atëherë hajde dhe shikoj, hajde dhe bëj rishikim. Se kush do jetë procedura, se kush do jetë njësia që do ta shqyrtojë, hajde të flasim për gjatë shqyrtimit të ligjit, por ke detyrimin që mos t'i mbyllësh syt, sepse është një pjesë e kaluarës së ëndë, është një pjesë e historisë këtij vendi. Ajo që na bën më dëm neve si njerëz, si popull, është kjo mënyrë për të mos mësuar asgjë nga e kaluara, për t'i vënë një kapak dhe ta ripërsërisim pafundësisht një njëjtat gabimet e fundit. Keni pyetur ndonjëherë veten, juve e keni ngifti shumë mirë dhe të madhe djathët, cili është gapi, cili është problemi që këta nuk e duan këtë gjë? Çfarë i pengon? Kjo është një çështje teknike, them. Së pari, jo, nuk është çështje teknike. Kjo është një çështje thellësisht politike. Dhe është një çështje morale. Së pari, të gjithë palët duan t'i përdorin. Duan ta përdorin të kaluarën. Dhe ajo që mua më shqetëson është pikërisht madje me një arrogancë dhe me një tendencë edhe për të bërë hokatarin shumë herë, për të bërë shaka mbi gjën, për të dukur sikur je duke te kaluar, je duke bërë diçka jo dobishme. Unë nuk mendoj që ne po bëjmë diçka të padobishme. Unë mendoj që ky vend ka nevojë për të rritur disa vlera morale. Dhe ky është katarsi si momenti i parë nga ku duhet nismë. Duhet ta bëshim 25 vjet përpara, jam e bindur. Sot jemi shumë vonë. Por të paktën të jemi koherente dhe të kemi një lloj respekti për veten.
mos përfundojmë që t'jemi njerëz që ngulim fikat njëri tjetrit dhe ndërkohë bëjmë makiazhin a thua se çdo gjë shkon mirë në këtë vend. Jo, nuk është kështu. Në qoftë se neve kemi thënë kemi marrë diçka gabim, kemi marrë një vendim gabim, atëherë shikojmë sigurisht nuk mund të jetë në blok, sepse mund të ketë ka prej tyre që janë zotërit nderuar, kanë bërë detyrën e tyre ndaj adheut, kanë vazhduar, kanë qenë profesionistë në punën e tyre, por duhet shikohet rast pas rasti aktiviteteve vendaria këtyre njerëzve. Në asnjë mënyrë ti nuk mund të lesh dot një xhelat të një personit, njeriu të nderuar siç është Samir Epishti, sot e kësaj dite dekoruar. Dhe kjo nuk është betejë personale me Sila Dodës, nuk është betejë shpëtimi i Drizit dhe e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Kjo duhet të jetë një çështje të cilët i ndan shqiptarët, të cilët duan të kenë një qëndrim moral me ligjet e skaluarës dhe ligjit të skaluarës dhe me shkeljet e drejtave të njerëzit. Mos harrojmë, nuk është qëndrim personal. Ka të bëjë me shkeljen e drejtave të njerëzit. Persona të cilët nuk e kanë mbajtur këtë lloj përgjegjësie, nuk mund të jenë sot nderuar, nuk mund të kenë sot medaljen deri. Kaq është. Okej. Kemi një sinjal se këtë herë do ta marrin seriozisht deri në 5 nëntor apo? Unë do vazhdoj ta kërkoj. Unë do vazhdoj ta kërkoj. Dakord. Më duket se harruat edhe një ekzistencën e një projekt të rezolutet Partisë Demokratike për këtë çështje. Jo. Përmendet Rama Balla, po më duket se ka edhe janë nisma ligjore, absolutisht rezoluta ka pasur parlament do ketë edhe kjo është një nga ato gjëra që do duhet kaloj, patyshim s'ka asgjë të keqe. Nuk vetëm detyron parlamentin që të marrë disa masa, por shumë herë mbeten Xhaxhi, ne nuk e kemi shumë problemin në mosbërjen e ligjeve, mosbërjen e rezolutave. Kemi problemin që neve nuk e plotsojmë. Ka një vit e gjysmë që është bërë ligji për hapjen e dosjeve dhe ka një vit e gjysmë që nuk bëhet komisioni. A kuptoni se në çfarë situate jemi? Kjo nuk mund të falet, nuk është një gjë që nuk është në dëshirën tonë apo në detyrimin tonë. Është detyrim ligjor, do duhet ta bëjmë tek Parlamenti i Shqipërisë këtë. Okej. Duke shpjetuar sot qëndrimet tuaja në kohë, hasa në një shprehje thonit që politika shqiptare ka nevojë për shkundje. Pak kohë para keni thënë, çfarë tip shkundje? Unë besoj që kjo është një gjë që tashmë e mendojmë të gjithë ne. Pra, politika shqiptare ka një status quo, ka rënë në atë status quo në kënetës të ujrave të ndenjura. Pra, njëjtët persona që shohim, madje edhe kur ikin i sjellin emisarët, i sjellin me dorë që mos lëvizin asgjë brenda asaj skakjerës, dhe kjo është revolta akoma më e madhe. Mënyra se si konceptohet një arrogancë të shëmtuar, unë kam thënë shumë herë, ne nuk kemi kryetar partish, ne kemi sultanër në kryet partive. Pra, le të themi që do duhet që të ketë një mënyrë tre, por ky sistem zgjedhor që kemi është e pamundur që të lejoj rritjen e forcave të reja që nisin ex nullat, pra nga fillimi. Është thuajse e pamundur të provoj kushdo forcë e re që dalim vete sot, e ka të pamundur me formulën zgjedhore që të ketë mundësi rritje. Ndaj secila palë është detyruar që të rreshtohet, nuk ka komisioner, nuk ka mundësi me formulën zgjedhore që është e bërë që të ketë mundësi për fajsimin politik, e pra janë të gjitha mënyra që të kontrollohet sistemi. Dhe ky është themra e akilit e politikës sotme. Është e pamundur në këtë mënyrë që të ndryshojë diçka. Do kemi gjithmonë kryetar partish omnipotent, të gjithfuqishëm, thuajse të barazvlerëshëm me Zotin, që pastaj mbasi ikin sjellin dikë tjetër që mendojnë që e kanë më kollajt manipulueshëm dhe gjendja vazhdon të agravohet nga një brest në tjetrin, nga një vit në tjetrin. Heqim një paralel, juve jeni njohës e mirë politikës italiane në këto dekadet e fundit. A mund të heqim një paralel në lidhje me atë që quhet misione kompjuta, pra misioni kryer i elitës së klasës politike shqiptare mbas 25 viteve, si kundër ndodhi kjo me demokristianët në fund të viteve 80, mbas së cilës erdhi një klimë e re. Mund të heqim paralele me sil. Okej, më kujtoni shprehjen e një miku tim që është deputet i Forca Italias, profesor Migliori, Riccardo Migliori, i cili thot një shprehje shumë bukur, thot ka ikur koha thot e politikanëve që janë nëndetse, politikanët që janë të vërtetë, që merren me një situatë, që studiojnë, dhe tani janë politikanët surfistë. Sepse janë të gjithë shumë të lehtë, po që kanë mundësi që le të themi të lundrojnë mes valve. Dhe në fakt kjo ndodh në Itali siç është sot. Me Renzin, i cili është një nga kryeministrat që është i pavotuar, sepse nuk është votuar kurrë nga njerëzit, është thjesht marrëveshje politike, por kjo ndodhet edhe në Shqipëri, po e shohim që është i njëjti model që po qarkullon pothuajse në të gjithë pjesën e Europës. Kush është e vërteta? Unë nuk besoj se ka një mision për të kryer nga një klasë politike, sepse unë vazhdoj të besoj tek politika e vërtet. Pra nuk besoj në kjo pjesa
e antipolitikës, unë mendoj se politikanë janë njerëz përgjegjshëm, megjithëse mund duken, por në momentet caktuara e kuptojnë dhe kanë ndjenjën e përgjegjësisë ndaj njerëzve. Ju e shikoni që në momentet caktuara ka një tronditje, pra ka një raport, sado që ne të themi që janë të poshtër, ka mundësi të bëjnë lloj marrëveshje e tjera, prapë se prapë kanë ndjenjë përgjegjësie që është ndryshe. Ajo sot fakt që po ndodh në Itali me 5 Stelet është tamam verifikimi i kësaj. Unë pash Romën dhe Roma ishte më e pisët se kur kësaj radhe. Çfarë ka ndodhur? Është zgjedhur një kryetare bashkisë që është nga asgjëja. Dhe praktikisht njeriu rritet në politikë. Edhe unë nuk jam ajo që kam qenë para shumë vitesh, sepse merr dhe vendime të gabuara, pson goditje, bjen disa shkallë, ngrihesh prapë, ringrihesh, ke mundësi pra, njeriu rritet në politikë dhe rritet avash. Ne unë nuk besoj që njerëzit kanë një limit dhe duhet hikin patjetër, por besoj që duhet ketë gjithmonë qarkullime, por duhet ketë qarkullime në mënyrë demokratike. Jo thjesht emrime mbas emrimesh, se këtu kemi përfunduar si sinkone e sultanatit, domethënë vinë të dërguarit nisin dikë dhe kemi gjatë gjithë kohës mesazherët dhe sistemi mbetet i kontrolluar dhe i manipulueshëm dhe kjo nuk është e mirë sepse sa do i mirë t'jetë një person i vetëm, kjo pse quhet demokracisë, është fuqia e të shumtëve, nuk mund t'jetë fuqia e të paktëve. Në të vërtetë tani është fuqia e të paktëve, në 2-3 duar ka mundësitë të marrin të gjithë vendimet për pushtet. Kush mban pushtet, kush lëshon pushtet. Kjo duhet jetë diçka e cila duhet ndryshojë thelbësisht. Me 60.000 votat e saj në zgjedhjet e fundit duket se PD-ja po fiton terren. Më korrigjoj 60, apo shën si ka. Pyetja është se si ndjesh ti sot në shtëpinë tënde të re politike. Okej, atëherë ka qenë një vendim cili nuk ka qenë i thjeshtë për të marrë, ka qenë një kohë relativisht shumë e gjatë në cilën unë kam menduar shumë, kam qenë e përjashtuar për ju e mbani mend, dua t'i kthehem më fare asaj periudhe, por ajo që unë them është ka qenë absolutisht vetëm një zgjedhje shumë e mirë e bërë më vullnet, por ka qenë një zgjedhje që më përkiste. Ka qenë një zgjedhje që më përket si njeri, sepse jam njeri i cili besoj se shtyllën e çështjes kombëtare e kam të treguar për gjatë gjithë kohës që unë kam qenë në politikë dhe e kam diçka që e kam të ndjeshme, e kam diçka personale. Jam një person që çështjen çame, kam çështjen e familjes time, të fëmijëve të mi, të bashkëshortit tim, të njerëzve të mi të shtëpisë. Dhe jam njëri i cili besoj në gjërat që dua të bëj, nuk arri do të bëj diçka tek e cila nuk besoj. Dhe kjo ka qenë një nga gjërat cila më ka shtyrë që ta marr këtë hap dhe këtë vendim dhe nuk kam shkuar unë partisë, nuk ka pas një pushtet PD-ja për të ndarë kur unë kam marrë këtë vendim. Kam shkuar vendime të shumë njerëz që kanë marrë këtë hap, kanë marrë këtë vendim dhe çfarë po shikoj? Ka një rritje dhe ka një rritje në zonat të cilat nuk kanë qenë zonat tona, por ka një dëshirë për të futur në parti të cilat nuk janë parti të pushtetit, le themi, parti të cilat janë nezaro partit historike, cilët i kanë aty të gjithë njerëzit, dhe ka një dëshirë për të futur për të bërë pjesë, edhe si një mundësi për të rritur të gjithë, për të pasur mundësi që të bëjmë karrierë, po jo vetëm karrierë, po të ezaurojmë atë që ne duhem të merr. Do të thënë, edhe politika është çështje, duhet të jenë njerëz të cilët e duan ta bëjnë këtë profesion. E ndjejnë që ta bëjnë këtë profesion. Nuk është një gjë që mund ta bëjë gjithsecili që mund të jetë biznesmen apo në punën e tij dhe mund të vinë nesër. Jo, është një gjë që të cilën duhet ta arrisim bashkë. Dhe ajo që unë po shikoj është që ka një dashamirësi dhe një tendencë për të bashkuar dhe për të arritur, por kjo ka ngjallur të shumë xhelozi. Dhe ajo që unë kam thënë herët e fundit ka qenë kjo, ka arritur që të kërkoj dhe thuhet që shikoni se greku nuk e don PD-jun. Ore, jemi në vetë se jemi shqiptar të gjithë dhe neve pastaj të trajtohet, do të thënë, të shikojnë në media një gjë të turpshme, se tregu çam, se çamot, se që do me thënë kjo, po çamëria ka tragjedi me vete, po si ku zoni dhe thethoni, se këto bëjnë të njëjtën përçudnim, të njëjtën shëmti që kanë bërë grekët me çamët, po e bëjnë në mënyrë tjetër. Ato i vunë pushkën dhe i vunë thikën, këto kanë mundësi, ka bëjnë me fjalën. Po, ai sa kanë mundësi që t'i fusin thikën dikuj, që e bëjnë, dhe të mos më tregojnë pastaj që nuk është ky diskriminimi. Ky është diskriminimi dhe më i poshtri i mundshëm.
Kështu që besoj se për shumë gjëra do kemi një surprizë të madhe të PD-jus. Unë po punoj me të gjitha forcat e mia, por kam përshtypjen se jo vetëm unë, jemi një pjesë shumë e madhe të rinj dhe të reja që duam t'i japim një fytyrë shumë të mirë dhe të kemi mundësi që të rrisim PD-jun në çdo vend të Shqipërisë. Lexojeni mes rreshtave një surprizë të madhe pritet nga PD-juja, kur e thot Mesila diçka do të ndodh. Kam edhe një merak të fundit përpara se të falenderoj që ishit me mua. 2 ditë më parë ne morëm pjesë masivisht po në largësinë atë që u quajt në shenjtërimin Nën Terezës. Por nuk e di, ndoshta është perceptimi im i gabuar, kërkoj ndihmën tuaj. Më ngjalli trishtim ajo që pash në Tiranë. E keti këtë perceptim? Unë nuk isha në Tiranë, sepse isha në meshë në Vatikan, dhe ishte një meshë cilën e kam përjetuar jashtëzakonisht mirë, sepse kam bërë të gjithë rrugën që bëjmë pelegrinët të gjithë. Pra, kemi shkuar bashkë me Enkelin, me tim shoq, kemi bërë udhëtimin, kemi marrë pjesë në meshë, pra kemi bërë ceremoni që bën çdo besimtar dhe jam absolutisht e mahnitur nga ai përjetim emocional që pan të gjithë. Në fakt do t'rregoj pastaj disa foto, shikoje për shembull motra, murgesha që si për veshjes tyre kishin vesh bluzën shqiptare dhe kapelen shqiptare në flamur. Domethënë kishte ca momente të mrekullueshme, të jashtëzakonshme. Kam zili për këto momente, ndërkohë që ti duhet. Janë emocione shumë të mëdha dhe në fakt mora pjesë në sheshin Nën Tereza në një pseudo. Dhe në fakt kjo ka qenë një nga skandalet që besoj unë që patëm mundësi. Më mirë mos ta kishin vënë atë pllakatën, për çfarë? Pra neve të duheses vend kishin kalendar aktivitetesh, sepse është figura më e ndritur e jone, shenjtja e ditë, dhe ne kemi ne shenjtër edhe në lashësinë, në shekujt e parë, të gjash, po si ky imazh, vetëm janë 2 shenjtrit e kohës tonë, që është Padrepio që është vënë para pak kohësh dhe Nën Tereza. Nën Tereza qëllon që është shqiptare. Dhe ajo lloj jo vetëm vaktësie, po ajo lloj ftohtësie, ajo lloj natyre, se po bëjmë dhe ne 2 gjëra. Jo, ai koncerti jashtëzakonshëm që Vatikan do duhet ribëhej këtu, do duhet bëhej këtu, do duhet bëhej në qendër Tiranës. Tirana do duhet që të ishte zemra, do të ishte kryeqendra e rajonit. Çfarë jemi duke bërë? Nuk ka figurë më të bukur se sa Nën Tereza dhe se sa Skënderbeu që ne kemi dhuruar historisë kombeve, historisë popujve. Do jemi në ajo që bëri Nën Tereza për ne shqiptarët ishte e jashtëzakonshme. Na çoi në qendër të botës, u mbush me flamuj shqiptar dhe tha, ky është kombi im. E jashtëzakonshme, po si ka mundësi që t'jemi kaq, nuk e di, domethënë besoj unë, vetëm të ftohtë shumë në mënyrën se si e kemi përjetuar, por edhe me pak vizion, t'jemi miop në mënyrën se si e kemi trajtuar këtë lloj figure. Mënyra se si... Nuk besoj se është në një qëndrim, apo jo, është thjesht në një mosvëmendje, apo... Edhe unë këtë mendoj dhe unë sepse përgjithëse nuk i intereson kërkujt që ta ketë të gjë. Besoj edhe unë që ka qenë një mosvëmendje, por nuk është diçka justifikueshme. Në asnjë drejtim. Absolutisht jo. Mesil, falenderoj fort që ishe me mua në këtë mbrëmje. Të uroj një natë të qetë. Ne do të thidhemi në një blok publicitar, më pas unë pres një person, imagjinoni, ka më shumë se 40 vjetë që punon në arsim, ka pak ditë që ka dalë në pension dhe vjen rëfen dekadat e tij se çfarë ka bërë në arsim, publicitet.